Edhe 8 ditë kanë mbetur deri në përfundimin e afatit për zgjedhjen e presidentit. Megjithatë, edhe pse afatet po rrjedhin, asnjë nga partitë më të mëdha politike në vend nuk ka dalë me ndonjë kandidat për president ose njoftim se kë do të mbështesin. Lëvizja vetëvendosje, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike e Kosovës janë në fazat e përcaktimit të mënyrës se si do të bëjnë zgjedhjen përmes një marrëveshjeje politike apo konsensusi ndërpartiak. Të hënën, kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti takoi atë të LDK-s Lumir Abdigjikun. Pas takimit, Kurti tha se LDK-n synon të hapet një kapitull i ri i marrëdhënieve. Në vijim, ose duhet të gjejmë një emër të përveçëm që na garanton të jetë së paku 2/3 e deputetëve që qëndrojnë në sallë dhe votojnë, duke përzgjedhur një emër të përveçëm në flet votimin që e hedhin në kuti, ose është tjetra që subjektet politike merren vesh me njëra tjetrën për rrugët përpara, ka deklaruar Kurti. Lideri i vetëvendosjes ka thënë se nuk janë mbledhur në nënshkrimet nga vetëvendosja për asnjë kandidat, meqë sipas tij nuk ka kuptim të mblidhen në nënshkrime kur maksimalisht i kanë dhënë 66 vota nëse votojnë të gjithë, edhe deputetët nga radhët e komuniteteve. Shfaqet e nevojshme të kemi diku 83-84 deputet apo 85, pasi vetëm një nëse mungon, atëherë shkojmë automatikisht në zgjedhje. Përgjithsisht, përshtypja është se subjektet politike konsiderojnë se s'duhet që edhe në vitin 2026 gjysmën e parë të na marrin zgjedhjet. Do të përpiqemi maksimalisht të evidentojmë zgjedhjet, shkaku i moszgjedhjes së presidentit, ka thënë Kurti. Nuk përmendëm emra, folëm për parime, për shtylla potenciale për zgjedhje të çështjes jetike dhe zgjedhje të presidentit dhe shmangjen e zgjedhjeve të parakohshme. Kurti dhe Abdigjiku thanë se përveç çështjes së presidentit, në takim kanë diskutuar edhe tema të tjera, si ato të sigurisë të marrëdhënieve me aleatët. Një ditë më parë, kryeministri Kurti takoi edhe kryetarin e PDK-s Bedri Hamza. Hamza deklaroi se PDK nuk do të jetë pengesë, por as nuk do të mbështesë kandidatura që nuk përfaqësojnë unitetin qytetar. Sipas kushtetutës, presidenti i vendit duhet të zgjidhet një muaj para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Presidenti Vjosa Osmani ka shprehur interesimin edhe për një mandat në krye të shtetit. Është zgjedhur me 4 prill të vitit 2021.